Për këta që nuk janë mirë mendërisht. Për gjithë ata që nxjerrin justifikim sëmundjet mendore për të dalë nga burgu. Që nuk është një strategji e keqe që edhe ka funksionuar, shpesh e kam dëgjuar. Por ne duam të japim gjithë këtyre që besoj të do shtohen me kalimin e ditëve, opsione të tjera për të përdorur. Pra, kjo është pak klishe. Si jam mirë mendërisht është pak klishe. Kështu që në vend do ofrojmë, po themi, disa sugjerime, opsione tjera për të cilat kemi marrë garanci nga brenda që spaku do e njohë. Pra do të gjykata speciale do e njohë si justifikime për t'i liruar nga burgu dhe për t'i çuar në spital. Një opsion shumë i mirë mund të ishte duhet të dalë sepse duhet të marr mjekim të specializuar në spital për majasëlljen e gradës fundit dhe çrregullimet e dyshemesë së legenit. Një justifikim i mendoj unë shumë dinjitoz do ishte sepse jam i pakënaqur me tatuistin e burgut. Ditë bëj vetëm spiranca dhe logo bandash. Pra, u duhet bëj një lule dhe duhet bëj vizatim emrin e mamas. Ju lutem më lini të dalë këtej. Të gjej tatuistin tim. Po, mund të kërkoni të dilni nga burgu sepse burgu rrezikon seriozisht t'ju skalis një karakter të fortë dhe le të themi që ju as nuk e meritoni dhe as nuk e mbani dot. Po pra, dhe unë besoj që kushdo në këtë vend, në institucionet e drejtësisë, bie dakord që juve nuk ju duhet një karakter i fortë. Kështu që nuk do japim as shans që të rinin në burg dhe ta skalini atë karakter. Një arsye tjetër, edhe kjo do thoya unë dinjitoze, është sepse doni të luani një film aksion.